Doniet, mirëmëngjes. Çabone. Çabyte. Gjithçka. Qysh kemi kalu në kinemon hyrje hana këtë javë që lam pas. Hana, java që kaloi ishte shumë mirë, atmosfera shumë e mirë, ka pas njerëz që në ardhmë pa premierat që veç i kom prezantu javën e kaluane. Edhe në rishfaqe të filmave tjerë ka pas prap njerëz që në ardhmë pa ata filma. Edhe u kom Do këtë i pat fitu dikush biletat ajo? Jo si pat fitu. Jo si ka fitu. Edhe organizime po kemi të ditëlindjeve, të shkollave. Këta ka velsa ditëlindje kena mja organizu. Në kino. Me shoqet e veta të klasë. Stashtë e edhe një muj. Ose ma pak, po. Boj gati me kinema. Më pëmdo këti pëlqen ai filmi SpongeBobi. Jo, a di cili i pëlqen? Një me princesha, që stash që kam i kalzu? Ma i rivi shaka dolen. A? Unë e video, ta e ti? Ti ki me najt, a? Po, do njetë, cili film pat ma shumë publik se tjetëri? SpongeBobi për ka. Për ka hala? Po, hala për ka. Se fëmit pidojnë shumë këto premierat e reja. Edhe këto filmat që enjoynë prej kërën kënë ta majnë mëtë që në gjihen. SpongeBobi, Lilo Stitch. E këto? Këtë jenë bashkë, po. Amo Lilo Stitch nuk kemi duke rishfaq njëherë, kemi filma të ri që po rishfaqim. Edhe Zootopia është një film që shumë i pëlqyer nga fëmijët. Por në përgjithësi di njerëz ma të rritur pidojnë filmat horror. Po, alo për kosh si njerëz, a? Po. Vlera të bonit fala, vlera pylla. Aktoria që kaloj, shkrubi bonit fala do njetës. Edhe bashkë ju ka ra edhe te Metaliku. Po, në ka ra. Faleminderit Vlera, faleminderit, na përshëndesim. Filmat horror për thu do njetë, pjo pëlqen njerëz. Po. Definitivisht filmat horror mas shumë të vidojnë. Jo, mas të ndryshu. Une nuk mujmi po do njetë një film horror, a dim pse. Se dim, doke që filmat horror nuk kanë tema. Vish del njoni i mëtë që të do vetë dhe ti së ta miqë me që to. Po t'i qysh stut në besa, a i qatja të i mytë njës, t'i shkon qëtu të unë të i mytë. Vala tu të shedi, masi nuk të shë, po. Se di, nuk i qyp që s'kan kuptim në ashtë ato po të të këna. I di keq tu tësh! Ja, shumë janë të mirë dhe ata ta japin një adrenalin. Atëherë, pse kesh të folë për filma horror? Se edhe këtë javë e kemi një film horror, por jo vetëm, e kemi edhe një film të animuar për fëmijë, Velcës që kena mja festu ditëlindjen. Herë i shala. Atëherë premiera par, e kësa javë është Një princeshë rebele. Filmi animu në aventurë fantazi, por i dubluar në shqip. Protagonista është Mira, një princeshë fortë dhe rebele që nuk dëshiron t'i ndjek traditat e pallatit. Mina, duke pritur të martohet, zgjedh të bëj këtë me Ronan. Një djalë të thjeshtë dhe të mençur, jo një luftëtar siç dëshiron babai i saj. Pra kjo ishte premiera e parë për juve që nuk e pat në radio. Një super premier. Për juve që e pat televizion për nuk e nit, me mujt më bo bashkë diqysh. Në kino mujt më bo bashkë edhe mi pa dhe mi ndëgju. Atëherë, ky film do të rishfaqet 3 herë brenda kësaj jave, sot, nesër dhe të dielen. Atëherë, sot si premier, e premte 23 janar në orën 19, pastaj e shtun nesër 24 janar në orën 16, edhe përmbyllim javën e diel 25 janar në orën 13. Një super film që duhet patjetër, goca, por edhe ju djem, më ardhe dhe mi pa, është filmi i dubluar në shqip, do me thonë krejt shqip. Nuk keni me lexu, vetëm keni me ndëgju dhe mi pa, mi shiu filmin. Shukona krejt shqip po me shkoni, ajo, ku ka konkret mrap. Na bëjmë krejt shqip. Atëherë, vazhdojmë me premierën e dytë, një film horror. Një film horror psikologjik ku bazohet lirisht në lojën video Silent Hill 2. Return to Silent Hill është emri i kësaj premiere. Si që ka thonë Albi Gjoka, për dhe qëta shë prejve holti. Albi. Një horror psikologjik. I qash më kujtojt, më ka thonë Enzo, djali jam, nesë ta ka me shku mi pa një film horror. Sa jo është do më thonë adhurus, halo pa dojnë mirë, a i ishe halo pa dojnë mirë. E kjo premier është sonte e premte 23 janar në orën 21, pra sonte i kemi 2 premiera.
Atëherë kemi edhe të dielën prapë në rishfaqe këtë premier, 25 janar në orën 20. Ata qesin programin javor, po, Vatan Sheov na përshëndet, po thot, o Edi, mirë mëngjesi, ti vetë je horror, për që ato në këqy horror. Jo. Kjo është kalendari, Doniet? Programi javor 23-25 janar. Atëherë siç ju tregova, sot e premte i kemi 2 premiera. Në ora 19 një princeshë rebele, në ora 21 premierën tjetër horror, Return to Silent Hill. Vazhdojmë shtu 24 janar në ora 13 SpongeBob, në ora 16 një princeshë rebele, në ora 18 filmi shumë i pëlqyer The Housemaid, edhe përmbyllim ditën e shtu në ora 20 Greenland 2 Migration. Vazhdojmë të dielën 25 janar në ora 13 një princeshë rebele, në ora 16 Zootopia 2 për fëmijë, në ora 18 Rental Family, edhe në ora 20 Return to Silent Hill. Ju mirëpresim të gjithë dhe marrë mi shiku edhe mi shiju këta super filma me zhanër të ndryshme për se cilin prej jush. Une të falenderoj shumë Doniet, po api japim, api jep në i dhurat, në i bilet, në i atëherë, pi japim unë e jedi 10 sekunda. I keni 10 sekonda ko 10 sekonda për me nëse doni mi fitu 2 bileta falas në Kino Hyrje Hana. Edi atë filloj me numru? Po, fillojmë me numru 10. Në cilin numër edhe njëherë, mujnë me thirë? Mujnë me thirë në 048 800 141. Atëherë. Apo që ka thonë vullnetit 048 800 141. Njëjto. 10. Fillë e njëse me në gjea? Po. Pojtë me njëherë se një zja, alo dirë sa ta morin telefonin, dirë sa hajtë non, pra. Mire kite, po 8. Apo që ka thonë e i moqmi 7. Edi 6. Kalon fjallë Fidani 5. Fidan, qëfar fjallë kilon? 4. Që ka thonë Albi poshtë mi prej hall 3. 2. Neptun, 1. Edhe mbaruan sekonda tonë. Mbaruan, allo, i përshëndetjeti isha ardhë me këqyna i film, po lërg pak brep, për na thot për i Zvicrës Sony. Hajtë sanë se ta bojmë, ta ngrim filmin e ta qojmë atje. Ose mujnë një bileta për dikon tjetër. Mujnë mi fal. Vatan Sheu e pat një përshëndetje, tha pëdu 2 bileta, po nuk ka thirë, nuk kena shka me bo. Ta shqyre, që ka thonë kush është i Zoti, mësikoft i Zimoti. Doniet, thank you very much, falenderoj shumë. Jem të pramtin tjetër me premiera. Me premiera, me gjonat mira, me tum-tume, me bukmërume. Mirë mëngjes. Kate Best. Mirë mëngjesi. Musike. Ama mirë këtu, a atje.